Ngricat e ditëve të para të vitit të ri të pasuara nga përmbytjet e ditëve të fundit kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në bujqësinë shqiptare, duke shkatëruar një pjesë të madhe të prodhimit bujqësor dhe fidanëve të sapëmbjellë në zonat me bujqësi intensive. Sipas të dhënave të emergjencave civile, mijëra hektar tokë bujqësore janë përmbytur në qarqet Lezhë, Shkodër, Berat, Lushnjë, Fier dhe Durrës. Përmbytjet kanë prekur veçanërisht zona që tradicionalisht janë më të ekspozuara ndaj vëshimeve, duke shkaktuar dëme të mëdha në sera, kultura bujqësore dhe infrastrukturë. Këto humbje nuk prekin vetëm fermerët, por kanë pasoja të drejtpërdrejta në ekonominë e vendit. Shumë sera ndodheshin në kulmin e prodhimit në sezonin e dytë, ndërsa të tjera kishin nisur mbjelljen e fidanëve për sezonin e hershëm të pranverës 2026. Dëmtimi i këtyre kulturave pritet të sjellë mungesë në furnizimin e tregjeve. Përvoja e viteve të mëparshme tregon se në raste të tilla, kufizimi i ofertës shoqërohet me rritje të çmimeve, duke ndikuar drejtpërdrejt në inflacion. Në këtë mënyrë, përmbytjet në bujqësi kalojnë nga humbje individuale të fermerëve në faktorë që çojnë në çekuilibra të ekonomisë kombëtare, në rënje të prodhimit dhe rritjen e kostos së jetesës. Fermerët shqiptar vazhdojnë të përballen me mungesë kapacitetesh financiare për të përthithur goditjen nga fatkeqësitë natyrore, të cilat janë shtuar vitet e fundit. Ndërkohë, mbështetja shtetërore për bujqësinë mbetet e ulët në krahasim me vendet e rajonit dhe Bashkimit Evropian. Sipas emergjencave civile, në qarkun e Lezhës rreth 3000 hektar tokë bujqësore ndodhet aktualisht në ujë. Në Berat janë përmbytur rreth 95 hektar tokë bujqësore, ndërsa në Fier rreth 200 hektar. Në zonën e Shkodrës, përveç tokave bujqësore me histori përmbytjesh, uji ka mbuluar dhe segmente të rrugëve nacionale, duke vështirësuar qarkullimin dhe ndërhyrjet në terren. Gjithashtu Durrësi është një tjetër qytet i prekur nga përmbytja e tokave bujqësore.